Partia Demokratike dhe ajo socialiste vijojnë debatet në distancë, me akuza e kundrakuza, por krahas ndasive, duket se kanë shumë të përbashkëta, kur vjen fjala tek përfitimet nga parat e qytetarëve. Kjo është qartësisht e dukshme në raportet që Kuvendi i Shqipërisë publikon periodikisht. Këto raporte flasin shumë si përfitimet ekonomike që deputetët kanë për shkak të postit të tyre, ashtu si dhe jo në pak raste për mungesën e seriozitetit dhe pjesëmarrjes në komisionet parlamentare, aty ku diskutohet dhe vendoset për fatet e qytetarëve nëpërmjet nismave të ndryshme ligjore, të cilat jo rrallëherë rezultojnë të nxitura nga përfitimet të caktuara, nga forcat të caktuara, të errta dhe jo vetëm. Raporti i fundit i publikuar nga Kuvendi ka nxjerrë në pa dhe se kush është deputeti më përtac i Kuvendit të Shqipërisë, i cili rezulton të ketë munguar më së shumti në komisionet parlamentare apo punimet e Kuvendit, çka janë reflektuar edhe në sasinë e parave të ndaluara nga Kuvendi për këtë arsye. Vetëm në muajin dhjetor, Agron Shehajt janë ndaluar 40.954 lekë, të reja nga rroga prej 310.250 lekë, si deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Në arsyen e përligjur nga Kuvendi për këtë ndalesë, thuhet: ndalesë, penalitet për mos pjesëmarrje në aktivitete parlamentare pa shkaqe të përligjura. Thënë ndryshe, përtaci për të shkuar dhe për të marrë e debatuar me kundërshtarët për atë që e kanë votuar. Vetë ky i fundit ngre zërin në parlament, por që mungesa në komisione, aty ku edhe bëhet puna më e madhe, ngre pikpyetje mbi seriozitetin që Agron Shehaj ka kur reagon e ngre zërin. Apo përdor llozhën e Kuvendit vetëm për t'u faktorizuar, për aq kohë sa mungon nëpër komisione? E kundërta ndodh me deputetin tjetër të Partisë Mundësia, Erald Kapri, i cili të paktën për muajin dhjetor rezulton të jetë deputet shembullor me pjesëmarrje në të gjitha aktivitetet parlamentare. Pas Agron Shehajt, deputeti me më shumë para të ndaluara është Gazmend Bardhi, me 35.178 lekë të reja. Kjo për shkak të masave nga Komisioni i Etikës që e kanë përjashtuar Gazmend Bardhin, si pasojë e kaosit të krijuar në Kuvend, kur do të betohej avokati i popullit Endrit Shabani. Por një tjetër deputet përtac është edhe kreu i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, aleati i Sali Berishës, në opozit, Vangel Dule. Vangel Dules janë hequr nga paga 20.477 lekë të reja. Kjo për shkak se nuk ka marrë pjesë në aktivitetet parlamentare, siç janë kryesisht komisionet ku diskutohet për nismat ligjore të ndryshme e jo vetëm. Ndërkohë nga 10.238 lekë u janë ndalur deputetëve si Sali Berisha, Agron Gjekmarkaj, Fidel Kreka e të tjerë, të cilët morën masa disiplinore për shkak të qëndrimeve në seancë parlamentare në thyerje të rregullore së Kuvendit. Por lista e muajit nëntor nxjerr në pa dhe deputetët përfitues deri në banalitet nga posti që shumica e kanë marrë pa punë, si deputet në lista të mbyllura të vendosur nga kryetarët e partisë. Të paktën 10 deputet kanë përfshirë në shpenzime edhe kuponin për pasaport biometrike, sikur kjo pasaport të mos i duhej për vete, por vetëm për punët si deputet. 6 deputet të Partisë Socialiste përkatësisht, Besa Spaho, Bledi Çomo, Erion Malaj, Iris Luarasi, Onid Beleri dhe Besnik Brahimi kanë futur në shpenzimet për rimbursim kuponin prej 7.500 lekësh të reja për pasaport biometrike, ndërsa 4 deputet të tjerë janë nga radhët e opozitës, si Gent Strazimiri, Erald Kapri, Brunilda Haxhiu dhe Artan Luku. Nga ana tjetër, deputetja me shpenzimet më të mëdha për udhëtime brenda vendit rezulton deputetja Denis Avata me mbi 2.2 milion lekë të vjetra, ndjekur nga Niko Peleshi me rreth 1.9 milion lekë dhe Bledi Çuçi me rreth 1.6 milion, po për udhëtime brenda vendit. Por muajin nëntor, deputeti që i ka kushtuar më shumë parlamentit është Antoneta Dhima e Partisë Socialiste, me rreth 2.7 milion lekë shpenzime, teksa deputeti me më pak shpenzime për këtë muaj rezulton të jetë Lindita Nikolla me rreth 290.000 lekë të vjetra. Krahas këtyre, 14 deputet paguhen nga parat publike për qirat e tyre, në mas 350.000 lekë të vjetra në muaj. E po të narrojnë deputetet se lekë kanë shqiptarët për t'i mbajtur e mirë mbajtur madje. Të udhtojnë e të kënaqen sa më shumë në justifikimet për takime me zgjedhësit, ku në fakt veç se kënaqin egot e tyre personale.